Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim së gjithë sërish nga Live from Tirana, 11:08 orë eksakte në këtë moment. Unë jam Ronaldo Sharka, në pulën e transmetimit ndodhet Danko DJ dhe siç ju lajmëruam në krye të herës që në Wake Up tashmë jemi në studio me ndoshta këngëtaren më të re në moshë në Shqipëri. Ajo është vetëm 13 vjeçe apo jo? Edhe emrin e ka Anabela Doma dhe më vjen mirë që në Live from Tirana, një emër që presupozohet të transmetojë gjithçka që ndodh në Tiranë, qoftë me intervista apo qoftë informacione me temat e aktualitetit, duhet pranuar që në këtë Tiranën tonë të zhurshme dhe të bukur ka dhe të rinj të gjeneratës Z i përkisni ju apo një gjeneratë tjetër? Z quhet kjo gjë. Edhe ju i përkisni gjeneratës Z që kanë talente dhe ndjekin talentet e tyre. Dhe më vjen mirë gjithashtu që në këtë studio mund të bëjmë intervista me talente të rinj që në të ardhmen mund të shndrohen në popstar, në yje të muzikës shqiptare dhe pse jo ndoshta ndërkombëtare, sepse muzika sot nuk njeh gjuhë, pra nuk mund të jesh vetëm i famshëm në vendin tënd. Dhe këto intervista le të kemi si arkiva. Anabela, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se u gjeta. Si je ti? Mirë, faleminderit. Pse ke pyetur për emrin tënd? Pse Anabela? Po, faktikisht Çfarë të kanë thënë? Ma ka vendosur Halla dhe tha që ka qenë një këngëtare ruse dhe na pëlqeu shumë emri i saj dhe ma vendosëm. Okej, Halla nuk është frymëzuar nga kjo kukulla, nga ky filmi. Ja. Okej. Si je ti? Mirë. Si janë zakonisht paraditët e tua në shkollë, besoj. Apo jo? Mirë, hajtë themi. Notat i kam pak të ulta, i kam ul këto kohë të fundit, po. Po pse i ke ulur notat? Merrem më shumë me muzikën edhe jam hutuar fare. Po mirë, ti gjithsesi nuk duhet të dëgjoj. Mirë e ke në fakt se muzika patjetër do të jetë prioriteti në të ardhmen, po edhe këto nota të mos e ul. Çfarë klase je ti, Anabel? E 7-a, sa e mbarova. Në klasën e 7, ju e mbyllët sezonin arsimor për këtë vit, sezonin e shkollës. Po. Ti nga të erdhi një herë dëshira për muzikë, Anabel, më trego pak, dhe kur e kuptove ti që ke talent për muzikë, ishin familjarët që ta vendosën në duke që ti ke talent për muzikë, apo ishe vetë që e kuptove dhe doje të këndoja? Muzika është diçka e lindur edhe talenti po patjetër. Të vjen me kalimin e kohës në mënyrën e vet. Unë e vogël këndoja shumë këngë anglisht. Okej. Dhe këndoja edhe në klasë biles. Edhe zysha më dëgjoi dhe tha që ke një talent shumë të bukur për muzikë dhe mendoj që duhet ta përpunosh. Dhe që atë dite vazhdova që të punoja me muzikën. Okej. Familjarët sa shumë të mbështesin në këtë rrugtim? Shumë. Mundohen të bëjnë më të mirën. Çfarë të thonë ato? Ato thonë që e ke zërin e bukur dhe pse mos të bëhesh një këngëtare, është një karrierë shumë e mirë. Ti ndërkohë ku je duke ndjekur kurse muzike, kantoje, më shpjego pak, domethënë si je ti aktivizuar në muzikë? Unë faktikisht studioj vetë për muzikën, kam shku dhe në kurse, po më mirë studioj vetë. Për shembull si? Shoh nga telefoni ca vocal warm-up, i bëj ditë për ditë ato, ndihmojnë shumë për të ngrohtë zërin, po iki dhe të mësuesja ime, Ema Konçi. Edhe kam aty afër lagjes edhe shkoj shpesh edhe stërvitën. Bën kurse për muzikë. Po. Ti dëshiron të bësh një këngëtare e madhe apo jo? Po. Duke qenë se ne jetojmë në Shqipëri, si mendon ti kush janë sfidat më të mëdha me të cilat ti mendon që do të hasesh rrugës derisa të bësh një yll i madh muzike? Të bëhesh një këngëtare këtu është pak e vështirë sepse nuk e besoj që mund të ketë aq të ardhura sa jashtë shtetit. Se kanë koncertet nga 10.000 euro, 15.000 euro gjatë verës, nëse je një këngëtar me emër. Kam, po mendoj që këtu për vendin ku jam mund të bëhem një këngëtare. Këtu mund të bëhem një mirë. Po ti synon të bësh një këngëtare famshme vetëm në Shqipëri apo ndërkombëtarisht? Ndërkombëtarisht, nuk kam shumë qejf të jem vetëm këngëtare shqiptare. Çfarë stili muzike të pëlqen ty? Çfarë stili ke qejf të interpretosh? Varet, i këndoj të gjitha zhanrat, nuk ka ndonjë problem. Nga këngëtarët e huaja kush të frymëzon ose nga këto këngëtarët shqiptare që janë bërë të famshme në botë, alla Bebe Rexha, Dua Lipa, Rita Ora, Ava Max, kush pëlqen më shumë nga këto? Mua më pëlqen më shumë Amy Winehouse dhe Adele. Ti je stili pak më klasik. Po këto Dua Lipa, kështu gjëra shumë të pëlqejnë? Jo, nuk e ngjoj shumë Dua Lipa. Seriozisht? Jo.
Po fantastike, në një moshë 13 vjeçare edhe që pëlqen Adele, edhe shoqet e saj klasike në muzikë, është interesante se pristet më thoje Dua Lipa ose këtu këngëtarët, ku diun Billie Eilish për shembull e dëgjon? Po. Të pëlqen? Po. E di ti besoj që Billie Eilish bëri histori për si këngëtarja më e re në moshë që fitoi pavonësisht çmime Grammy në një moshë shumë të re. Po, e kam shikuar. Kështu që edhe ti mund të korrësh sukses. Po, mendoj se po. Nga këngëtarët shqiptarë s'më the, kush të pëlqen? Këngëtarët shqiptare, s'është se i kam shumë qef, po Vaçezela. Pëlqen shumë. Ka pas vokal shumë të bukur. Ja dëgjon këngët e këngëtarës së madhe shqiptare Vaçezela? Po. Kush prej tyre të pëlqen më shumë? Po ku ka si ti o Shqipëria ime. Vërtet? Po. E di tekstin? Po. Do na këndosh pak refrenin? Po. Njërë, se mua më... Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fisnikja për mbi gur, rjet në këngë ligjarime, ballë larta me flamur. Komplimentat e mia, patjetër doja të kisha dhënë një duar të kete shumë të fortë, por nuk kemi publik këtu Anabel dhe jam i sigurt që ato që janë duke dëgjuar Live from Tirana e kanë shijuar dhe mua më bëhet qefi realisht që ka të rinj të gjeneratës Z që ndjekin ëndrrat e tyre, kanë talente dhe mbi të gjitha dëgjojnë këngë të tilla, pra si Adele, këngët e të ndjerës Vaçezela e të tjerë. Dgjoj, shkojmë pak në reklama tani se thua. Po. Se kam edhe ca pyetje tjera, por shkojmë fillimisht në reklama dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana me Anabel, këngëtarja më e re në qytet. Momente në këtë të martë të datës 3 qershor, ne vazhdojmë të jemi në studio me këngëtaren më të re në qytet, në moshë, por edhe në treg, Anabela Doma. Vazhdojmë të jemi së bashku, e cila po më këndonte pak edhe kur ishim në reklama dhe zërin e ka fantastik. Anabel, i përdor rrjetet sociale, duke qenë se ti i përket një gjenerate që jeni mirë në rrjetet sociale, aq sa mund të rregulloni çdo lloj problem në telefon prindërve apo gjyshërve, dhe i sheh ato si një strategji e mirë marketingu, qoftë edhe TikTokun apo ku ta di unë, sepse kemi parë që shumë njerëz nëpërmjet platformave sociale bëhen viral ndërkombëtarisht me zërin, me një sound, me një pjesë të shkurtër. Dëshiron ti ke një plan për të përdorur mirë rrjetet sociale për të marketuar veten? Po, rrjetet sociale tani janë shumë të famshme dhe përdoren shumë nga të rinjt. Po, nuk është edhe diçka shumë e mirë për ne moshën time, po flas që ti përdorim shumë. Na mësojnë të gjëra të mira, po ka edhe gjërat negative që na i mësojnë. Jo, unë them mund ta përdorësh për muzikën në këtë sens, në këtë drejtim e ka. Po, për mua po. I publikon ti këngët të tua aty ose live që mund të bësh? Po, kënga ime parë që e hodha tani shpejt, e kam hedhur në YouTube dhe më ka ndihmuar deri Po si të llot kënga? Për çdo një qershor. Për çdo një qershor, ti ke bërë këngë për një qershorin. Kjo është fantastike. Ishte para 2 ditësh dita e fëmijëve. Pse bërë një këngë për një qershorin? Bëra një këngë për një qershorin sepse është një festë ndërkombëtare e fëmijëve dhe ka shumë vibe pozitive si këngë dhe i ndihmon fëmijët që të ndihen shpirtërisht aty ku duhet. Një këngë për fëmijë, se tani janë shtu shumë këngët moderne kështu dhe s'ka shumë. E kuptoj, dhe ti mendon që duhet një këngë për fëmijë duke qenë se edhe vetë je e re. Po. Kush është mesazhi që ti dëshiron të përcjellësh për muzikë nëpërmjet muzikës? Do thoja që gjithë të rinjt duhet të ndjekin ëndrat e tyre, mos të tërhiqen kurrë dhe mos të dorëzohen derisa të arrijnë atë që duan. Kjo është mesazhi që ti përcjell për të rinj, pra të ndjekin ëndrat e tyre, pasionet, synimet dhe të mos tërhiqen. Je mërzitur ndonjëherë ti me këtë muzikën që bën në sensin që me këtë pasionin që ke, me ëndrat që ndjek, je ndjer keq, je ndjer jo e vlerësuar, nuk të kam pritur nëpër kompeticione për fëmijë, je ndjer zhgënjyer, të kam bërë padrejtësi. Nga të tjerët nuk jam ndjer asnjëherë, vetëm nga vetja, ndonjëherë zhgënjem. Po pse zhgënjesh nga vetja? Kur nuk ka për shembull një notë në muzikë, unë nacarohem shumë, edhe mundohem derisa ta kap atë notën dhe nuk ndaloj. Po, kështu, njerëzit e tjerë më thonë që këndon shumë bukur, nuk është se më kanë thënë ajë. Dhe nuk të gënjejnë. Për këtë ti je e sigurt. Të thonë të vërtetën se e dëshmove pak më parë pse në një studio radiofonike, jo me kushtet e një studioje ku regjistrohet dhe këndohet, ti ja dole shumë mirë. Ndërkohë, tani,
Ti çfarë do të bësh? Domethënë, çfarë dëshiron të bësh me të ardhmen tënde? Të vazhdosh të ndjekësh shkollën, të kesh edhe një profesion apo të dedikohesh totalisht në muzikë? Vetëm muzikës. Sa të mbaroj 9 vjeçaren, do filloj në gjimnast, të shkoj te liceu. Liceu artistik? Po. Për muzikë. Për muzikë, edhe dëshiron të fokusohesh totalisht aty apo jo? Po. Nëse nuk do të ishte muzika, kush do të ishte një profesion alternativ që ti mund të ndiqsh? Çfarë pëlqen ti të bësh në jetë? Baleti. Baleti. Kërcen, ke provuar kërcesh? E vogël kam qenë edhe në kurs cirku, kërceja shumë. Okej. Po e lash. Ndoshta jam i lim dur vetëm për këndim, kujdes. Edhe kështu. Po ti mund të jesh një këngëtare fantastike sepse di të këndosh, mund të kërcesh vetë në skenat ku do të performosh, sepse ti e di që këngëtare do të jetë kompletuar apo jo? Po. Të kërcej, të këndoj, të bëj show, të vishet bukur. Sot shoh që e veshur bukur, mami të ka stiluar, sigurisht ato që po na dëgjojnë në radio nuk na shohin, por ato që do të na shohin pas pak çastesh në YouTube do shohin që i vesh me një fustan të bardhë, me flokë të rregulluara, kush kujdeset për imazhin tënd? Mami. Mami merret me këto gjëra. Asaj e lë totalisht në dorë. Po. Ka ndonjë veshje që nuk të pëlqen, po e vesh për hapur të mamit? Ka, po, më shumë mami më zgjedh ato veshjet moderne më të bukura. Okej, beson stilit të mamit apo jo? Po. Çfarë ke për të thënë ti familjes tënde sot nëpërmjet radios që do mbështet në këtë rrugtim? Që nuk ja ke thënë dot kështu nga afër se të vjen turp t'ia thuash, po. Publikisht mund t'ia thuash. Ju falenderoj shumë për gjithçka që më keni mbështetur dhe që po bëni më të mirën për mua në këtë rrugtim. Ndërkohë, kemi edhe pak sekonda në dispozicion të programit me që të pëlqente Adele, nuk e di, dëshiron të të përshëndesim nëse Danko na ndihmon me një këngë të Adele apo një këngëtare tjetër. Ose Amy Winehouse. Ose Adele. Po cila prej këngëve të Adele të pëlqen më shumë? Ke ndjekur në një koncert, të këshuar në një koncert të Adele me mamin? Ose me babin, ose ku ta diun? Jo, nuk kam ikur. Kam qenë vogël që nuk iki jashtë shtetit, s'kam pas mundësi. Po besoj që do të vi dita që i sheh këto copzat e videove se si organizon koncertet ndërkombëtare të këtyre artistëve me famë botërore, siç është Adele, e ke parë sa miliona fansa ka atje që brohrasi njerëzori këngët e Adele? Po. Dëshiron të jesh në ndonjë prej atyre koncerteve? Po. Po ta takoj Adele 5 minuta. 5 minuta ndoshta për kohën e saj është shumë, po 1 minutë. Çfarë do t'i thoj Adele? Do i thoja që është një këngëtare mrekullueshme dhe që muzika e saj na bën të ndihemi vetvetja. Interesante. Mirë, zënë dhe zënë, Anabela Doma, unë të falenderoj shumë që ishe në program, sepse Live from Tirana i përket të gjithve dhe ka vënd për të gjithë, qoftë për të rritur, qoftë edhe për pak më të rritur, edhe të uroj shumë suksese dhe dëgjoj, të lutem, mos e vaj shumë shkollës. Ti sigurisht ndiq pasionin të për muzikën, por respektoj dhe lëndët që ke, respektoj me nota pak më të mira. Po. Ma e fjallën? Po. Mirë, Anabel, unë të falenderoj shumë që ishë në program edhe që u zgjove për të ardhur në Live from Tirana sot, uroj një ditë të bukur, edhe uroj të shihemi pas disa vitesh dhe ti t'jesh një këngëtare e madhe dhe unë t'jem Shënë si ka. Faleminderit. Mirë, unë të falenderoj shumë dhe njëherë.